ta në kërën do të me blej, po do të me bajt me qitë qantë. Është kjo ankesa që përsëritet që një kohë të gjatë nga banorët e lagjes Muharrem Feza në Prishtinë. Kjo pasi që nga 13 janari, nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, është rekomanduar që uji nga rrjeti i Badosit nuk rekomandohet për pije, si pasojë e rritjes së vlerave të trubullirës. Qytetarët thonë se për ta kjo gjendje po sjell vështirësi. Për neve është vështirë bëll. Kush jem pensionista, kush jem edhe përgjithësi do ma si s'ka në bëll. Apo është vështirë me bajt ujin? A me bajt çiftja jam po. Bidonat janë të mëdha. Me marr bidonas, me marr shishe, sun për qenapet. Blerja e ujit për banorët nuk është më një zgjedhje, por domosdoshmëri. Jo e blen, normalisht, sepse tash njëherë për herë po thuhet se uji i Badosit është të truput, kështu që drejt në njoftimin tjetër ne jemi duke bler ujë. Pa normalisht që kushton, nuk është që po kushton shumë ujë, po i shtohet atyre shumë ujë të tjera. E frika nga pasojat e mundshme shëndetësore që mund të sjellë uji i turbulluar ka bërë që disa familje prej vitesh të mos e përdorin fare ujin e çezmës. Jo, e blejna ujin, për shkak se para 50 vite djalin familje kishte një infekcion prej ujit. Për këtë çështje, televizioni ka kontaktuar kompaninë rajonale të ujësjellësit, të cilët thanë se problemi është duke u trajtuar. Mungesa e ujit është për shkak të trubullirave në kanal dhe jemi duke trajtuar ujë me kapacitete aq sa po lejojnë kushtet teknike. Rezervaret e ujit janë në nivelin minimal, po pritet të rritet niveli i ujit në rezervar dhe furnizimi shkon duke u rregullu. Nga KRU Prishtina bën të ditur që ky problem po qëndronte të gjitha lagjet nga pak, përveç Muharrem Fejzës ku problemi është më i përhapur.